Rreshtet e dendura të shiut që kanë përfshirë pjesën më të madhe të vendit kanë shkaktuar përmbytje masive, sidomos në qarkun e Lezhës. Situata më kritike paraqitet në Kurbin dhe Mamuras, ku prurjet e mëdha të ujit kanë marrë përpara çfarë kanë gjetur. Si pasojë në fshatrat fush Mamuras, Droj, Zhej, Shpërdet dhe Shmëri të njësisë administrative Mamuras janë më të prekura nga prurjet e mëdha nga lumi Droj dhe kanalet kulluese që kanë dalë nga shtrati. Aktualisht rreth 50 banesa kanë prezencë ujë. Tu para 2 vjet e njëjta situatë. Dëgët as ka bu dorë, dem kohën e demokracisë. Dem 97 nuk kanë bu dorë në këtë rrugë. Tu kena në Varrezat, sipër. Edhe pushteti mendon. Jeni blloku komplet? Komplet si lagje. S'kena ku me dalë në botë. Kemi bën shumë ankesa për këtë rrugë dhe na kanë lënë pezo. Erdhi bashkia i bani previzor një rrugë këtu drejt. Previzor, tash nuk bëhet rruga tani. Rruga bëhet verës. Ne kemi dhe Varrezat aty lart që larg qoftë. I kemi djerë gjallë edhe mund vdesim. Kajt do ta kalojmë? Kemi fëmijë të vegjël në shtëpi. S'kemi ka të kalojmë të qëm një smollik digjon, s'kemi nga lëvizjen. Jemi bllokuar totalisht e vështirë. Unë kam fëmijë të vogël, kam 2 vjeç kuda që kam të partuar 3 ditë. Nga do dal? Mjetet e rënda të bashkisë janë në terren, por ka vështirësi në qarkullim në disa akse, përfshirë nën kalimin e fush Mamurasit, ishte rrugën nacionale në Gjormë dhe zonën e Shmërit. Në Milot rrugët e fshatrave Skuraj, Vjonjoll dhe Gallat janë të pakalueshme, ndërsa edhe aty 50 banesa kanë prezencë ujë. Nën kalimi i superstradës në fshatin Ishull Lezhë është aktualisht i pakalueshëm për shkak të ujit. Energjia elektrike ndërkohë është rikthyer në disa fidera që furnizojnë Ishull Lezhën, Gjaldrin, Torovicën, Kakareqin dhe Mabën. Vetëm në fshatin Dajç vijon puna nga ekipet e OSHE-s. Në aksin e rrugës Skuraj-Burrel, rënja e gurve në rrugë dhe shkarjet e dherave nga malet ka vështirësuar qarkullimin e automjeteve. Rreshtet e shiut që ka nisur prej mbrëmjes së kaluar shkaktuan probleme edhe në Dibër. Me e prekur nga shtrëngatat e shiut ishte bashkia e Matit, ku pati probleme me rrugët rurale dhe përmbytje të banesave. Ka hi këtë në shtëpi. Ka hi me në shtëpi gjithë metri. Mëron kemi qëllu shpenë dimon. Në dikat e Fanit dhe Udhëzës prurjet janë rritur ndjeshëm, por sipas autoriteteve nuk është arritur niveli kritik që kërkon hapjen e portave.